48 vajza dhe djem nga shkollat e mesme të qytetit dhe nga Universiteti Aleksandër Mojsiu do të sfilojnë në spektaklin organizuar si çdo vit nga producentja e njohur Muzeja Konduri për të përsjedhur imazhet e bukurisë femërore dhe mashkullore, që për një vit do të përfaqësojnë Durrësin në kompeticione të ngjashme në rang kombëtar. Producentja Konduri është mjaft e kënaqur me prurjet e këtij viti, pasi nënvizon se nuk bëhet fjalë vetëm për të rinj dhe të reja, të bukur fizikisht, por edhe për nxënës mjaft të mirë në mësime. Është viti 24 që është kthyer në një aktivitet agent dhe këtë vit më erdhi mirë që janë 48 pjesëmarrës, 24 vajza, 24 djem, dhe mendoj që si askush ne kemi një fat që kemi edhe mbështetjen e Bashkisë Durrësit, edhe personalisht të zonjës kryetare, por këtu nuk është thjesht vetëm për të evidentuar bukurinë, këtu është për të përcjell edhe mesazhe të trashëgimisë kulturore, të marrëdhënieve sociale dhe pse jo, të shkëmbejnë përvojën mes njëri tjetrit, sepse për herë të parë mbas 24 vjetësh unë këtu kam 17 nxënës me notë mesatare mbi 9.7. Konkursi i bukurisë që do të mbahet ditën e premte duke nisur nga ora 18 premton të jetë një spektakël i vërtet, ku sfilatat e konkurrentëve pjesëmarrës do të kombinohen me performancat e këngëtarëve të njohur, si Angela Peristeri, Mateus Froku e të tjerë, që pritet ta ndesin skenën dhe shkallët e pallatit të sportit. Juria profesioniste do të kryesohet nga shkrimtarja e njohur Elena Kadare.